në stat, as Banka Shqipërisë, as Banka Botërore nuk kanë publikuar ndonjëherë në një të dhënë të tillë. Ndoshta, bëhet fjalë për ndonjë departament imagjinar statistikor të opozitës, që punon me ndjesi, e jo me shifra. Kur flasim për koston e jetesës, faktet janë të qarta. Pagat janë rritur si asnjëherë më parë. Paga minimale është dyfishuar në më pak se 5 vite. Konsumi dhe kursimet janë në rritje. Po, çmimet janë rritur, por pagat janë rritur me një ritëm më të shpejtë se sa ato. Edhe sipas Bankës së Shqipërisë, vendi ynë ka pasur inflacionin më të ulët në rajon gjatë 2 viteve të fundit. Ndërkohë, arsimi publik është falas, librat për ciklin bazë subvencionohen nga shteti, energjia elektrike për familjet nuk është rritur, përkundrazi është ulur, dhe transporti publik ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Sa për taksat e reja dhe politikat e gabuara, faktet flasin vetë. Biznesi vogël ka taks zero. Vetëm 27% e bizneseve janë subjekte të VSH-s, ndërsa 90% e tyre përfitojnë nga përjashtimi mbi tatimit me fitimin. Politik që përfaqëson 17 miliard lekë në vit të mbajtura në xhepat e sipërmarrësve të vegjël. Edhe individët me të ardhura deri në 50.000 lekë në muaj nuk tatohen fare. Këto janë politika që sjellin ndihmë reale, jo fjalë. Ne e dimë që jeta nuk është e lehtë për të gjithë. Prandaj, do të vazhdojmë të rrisim pagën minimale dhe mesatare, duke ndjekur parimin tonë të drejtë. Ata që fitojnë më pak, paguajnë më pak. Nuk pretendojmë se diçka është perfekte, por kemi vullnetin dhe përkushtimin dhe përgjegjësinë për ta bërë më mirë, hap pas hapi. Ekonomia flet me fakte dhe rezultate. Mirë, ne rikthehemi në studio, Ervin, për ta komentuar pak të qëndrim të ministres, si e shikoni këtë prononcim? Patjetër që ministrja Dilina Ibrahimaj në vite ka treguar të themi ndjeshmërinë e saj me impaktin ose me faktet dhe ka qenë dhe ndjeshme dhe ndaj dialogut me grupet e interesit dhe me problematika që kanë dalë. Kjo nuk është ironi, besoj. Jo, nuk është ironi, është një konfirmim i asaj që dhe unë nga ana tjetër mendoj që edhe deklarata e saj pikërisht mund ta marrin për bazë pikërisht analizën nga aspektin e qeverisë se çfarë është bërë, se edhe kjo nuk mund të mohohet, por nga ana tjetër edhe artikulli i dal në revistën Monitor, e cila është të themi ndër të vetmet zëra të shkruara që flet për ekonominë dhe ekonominë reale, dhe ndoshta në disa momente edhe parashikon ose ka ndjesinë më përpara se sa institucionet përgjegjëse për atë çfarë po ndodh dhe do ndodhi. Absolutisht janë dy anë të një medalje, e cila patjetër janë të dhëna atëherë ajo që i tha dhe Dorina është fakti që perceptimi është një gjë dhe fakti që ka rritje të pagës është tjetër. Nuk mund ta homohojmë realitetin që ka një rritje të pagës në rreth 88% nga viti 2013 deri më sot. Por nga ana tjetër nuk mund të harrojmë që në rast se ka një rritje të pagës me një mesatare 10%, po ashtu ka pasur edhe një rritje të çmimeve, e cila ka kaluar të themi të ndjesi të rritjes së pagës, dhe në një farë mënyrë inflacioni i rritjes së çmimeve e ka ngrënë ose më të themi e ka marrë plotësisht dhe nuk është ndjerë absolutisht rritja pagës në xhepat e njerëzve dhe automatikisht ka rënë edhe fuqia blerëse e njerëzve për në shumicën e raste për çmimet e shportës ose për ushqimet e shportës. Po, çfarë do të thotë për qytetarët shqiptar nuk e mbyllim dot muajin? Nuk mjafton paga, janë rritur shumë çmimet, nevojat kanë ardhur duke u rritur, çfarë nuk kupton? Se Dorina pak a shumë e bëri atë komentin e saj edhe se si e percepton. Atëherë ajo që duhet logjikuar dhe duhet parë, nuk është që qeveria të shoh se sa shpërndan, ose sa është mënyra, ose duhet më mirë të themi, duhet të di mënyrën se si shpërndahen këto lekë. Patjetër nga ana tjetër absolutisht është shumë e nevojshme që matja ekonomike ose ndjesia dhe qëndrueshmëria ekonomike e një vendi pikërisht është në fokus dhe është të themi fuqia është vetëm tek biznesi, tek produktiviteti. Në rast se ne kemi vetëm një rritje të rrogës të pagave dhe nga ana tjetër ka një efekt psikologjik në ekonomi, por ka dhe një efekt të dukshëm dhe automatikisht ka dhe një rritje të çmimeve nga ana tjetër, do thotë që kjo rritje pagës nuk ka pasur fuqinë dhe nuk ka pasur efektin e saj që pritej. Absolutisht është e nevojshme që të ketë një rritje të qëndrueshme dhe të përfshihet ose të merret për bazë
rritja ekonomike para se të bëhet një rritje në global ose edhe në sektor